Për 3 ditë me radhë, Lezhë dhe Mirdita mirëpritën Parlamentin e 4 Kombëtar Rural. Fermer dhe prodhues nga e gjithë Shqipëria u bën bashkë në prani të përfaqësuesve të Ministrisë së Bujqësisë dhe Bashkimit Evropian, ku diskutuan problemet dhe sfidat e zhvillimit rural. Kryetarët e bashkive Lezhë dhe Mirdit kërkuan më shumë mbështetje për sektorin e bujqësisë, duke e konsideruar atë si mënyrën e vetme për të dhënë jetë fshatit edhe për të ndaluar shpopullimin. Unë mendoj se ka shumë për të bërë mes një koordinimi me Ministrinë e Bujqësisë. Nga ana tjetër, na duhet një politikë më e orientuar për sa i përket biodiversitetit dhe mënyrës se si duhet të sillen fermerët me zonat të ndryshme. Çfarë do bëj? Fakt për vitesh është një fjalë më ta quajmë kështu, Mirdita të patën shpërnguljen shpopullimin, nevoja e një fonde, nevoja e një parlamenti rural, nevoja e një kohezionit të bashkimit të gjithë këtyre faktorëve. Mund të ndikojnë edhe mund të vitë ndihmë edhe për shtetin lokal. Edhe fermerët theksuan se nevoja për investime në bujqësi dhe mbështetja me subvencione janë domosdoshmëri për zhvillimin e zonave rurale. Sot për bujqësinë ne kemi nevojë një mbështetje më të madhe nga Ministria e Bujqësisë dhe AZHBR-ja dhe nga gjithë institucionet. Jemi me shpresë që ne do të jemi përfitues në këto grante të vogla. Zona jona ne, kryesisht Kelmeni dhe Vërmoshi, ka nevojë për përkrahje nga bujqësia, nga Ministria e Bujqësisë dhe Rurale, kryesisht për zhvillimin e blegtorisë dhe të bujqësisë. Përfaqësuesja e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kërkoi bashkëpunim mes të gjithë aktorëve për zhvillimin e qëndrueshëm rural. Me specialistët tanë, por edhe me ekspertë ndërkombëtar, ne të mund të ndajmë të gjithë informacionin mbi standarde, të japim financimin e nevojshëm se si këto standarde të arrihen dhe në fund qenia pjesë të antarë të Bashkimit Evropian për fermerët tanë në fakt mundësia e madhe për të qenë konkurrues. Në fokus të Parlamentit Kombëtar Rural ishte partneriteti, reformat dhe zhvillimi koheziv territorial, si shtylla kyçe për një Shqipëri rurale më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse.